Skenarët për fazën e play-offit do të jenë dramë vete për Shqipërinë dhe kombëtarët e tjera që pretendojnë të marrin pjesë. E gjithë lufta në fjalë nuk qëndron vetëm për ta mbyllur si dyti në grup, por edhe për të qenë pjesë e dy vazove të para si skuadër favorite. Ndarja në vazo varet nga renditja e FIFA-s pas ndeshjeve të nëntorit, më konkretisht bëhet fjalë për ndeshjen gjysmëfinale, që shorti të rezervojë një rival më të lehtë në letër. Panorama Sport ju sjell vetëm një rast se si Slovakia bën tifo për Shqipërinë, ndërsa kuqezinjt për rivalet e slovakëve në grupin A, pikërisht Irlandën e Veriut. Slovakia nuk do të donte që Serbia ta mbyllte si e dyta në grupin K, kjo pasi do të kalonte vetë në vazon e tretë, ndërsa aktualisht është tek e dyta. Ndarja në tre vazot e para është fal renditjes së FIFA-s dhe Serbia do të mbante vendin e parë në vazon e dytë. Shqipëria ndërkohë është e para e vazës së tretë, ndërsa do t'i bënte punë që në grupin A, ku është Slovakia, ta mbyllte Irlanda e Veriut si vendi i dytë, llogari këto që vlejnë nëse situata në grupet e tjera nuk ndryshon. Kështu, nëse situata në grupet e tjera nuk do të ndryshojë dhe po ashtu Shqipëria dhe Irlanda e Veriut do e mbyllin si vendet të dyta, atëherë kuqezinjt automatikisht do të kalonin në vazon e dytë. Përfaqësuesit që aktualisht do të pozicionoheshin në vazon e dytë janë shumë më mirë se Shqipëria në renditjen e FIFA-s, bëhet fjalë për Hungarinë, Skocinë, Çekinë dhe Slovakinë si rasti në fjalë.